Mirëmëngjes dhe mirë se vini në takimin tonë të përditshëm në Breaking. Do t'jemi bashkë si çdo ditë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim me konfliktin në lindjen e mesme, atëherë kur e gjithë bota kishte kthyer syt nga ky rajon dhe pritej që të kishte një sulm ashtu siç kishte paralajmëruar presidenti amerikan Donald Trump. Më në fund, është njoftuar zyrtarisht se janë pezulluar sulmet ndaj Iranit, madje këtë njoftim e ka bërë vetë presidenti Trump, duke thënë se ka një plan me 10 pika. Për të diskutuar rreth këtyre zhvillimeve të fundit, unë kam kënaqësinë të kem në studio historianin Gjet Ndoj. Përshëndetje zoti Ndoj, kënaqësi. Mirëmëngjes, Në një lidhje direkte do të kem diplomatin zotin Lutfi Bilali. Përshëndetje zoti Bilali. Përshëndetje, mëngjesit. Trump tha që mund të shëmbet brenda pak orësh një civilizim i tërë, ndërkohë që kjo deklarat kaq e fortë, kaq e vrasht, kaq e ashpër solli panik dhe reagim në të gjithë botën, dhe në momentin kur po pritej që të shkonte ora e përfundimit të këtij afati, del njoftimi se janë pezulluar sulmet edhe se është propozuar një plan me 10 pika. Sigurisht që një rol të jashtëzakonshëm ka luajtur Pakistani. Natyrisht këto janë momente, unë mendoj momente të përkohshme, pasi nisja e një sulmi atje frontal të Shtetet Bashkuara të Amerikës është çështje kohe, pasi është shumë vështirë të pajtohen interesat amerikane me një realitet ku qeveria teokratike vazhdon të ushtrojë pushtetin atje, ndërkohë që pas së cilës janë fshirë interesa kineze, ruse, pra në thelb interesat anti-amerikane. Kështu që në qoftë se qeveria atje do të pranonte gjithë kushtet e Trumpit e Shtetet Bashkuara të Amerikës, natyrisht do ishte një paqe e cila për cilës do përfitonte gjithë bota, por është shumë e vështirë për një arsye tjetër, se këtu do të cënoshin në rënd interesat kineze me një qeveri jo teokratike, një qeveri pro-perëndimore, apo qoftë edhe interesat ruse. Kështu që në këtë kuptim, unë them që është shumë e vështirë të jetë një paqe afatgjatë. Një armë pushim, kjo është më tepër, jo më tepër, po është vërtet një armë pushim për të testuar më tej, po Trumpi nuk do të kënaqet dhe edhe qeveria që është sot një Iran, pushtetin Iran, e ka shumë vështirë të pranojë gjithë kushtet. Zoti Bilali, si e keni parë këtë tërheqje? Pra, ajo deklarat tronditëse, ku mund të shuhet një civilizim i tërë brenda natës, ndërkohë që ka një tërheqje. Pra, nga njëra anë, le të themi, Amerika tregon forcën e saj, dhe kjo tërheqje e beft, pa diskutim që edhe sjell konfuzion, apo jo? Po, sigurisht, për ka fituar, le të themi, këtë sfidë? Po, të jemi drejt për drejt, sigurisht jo përmend në fillim, Pakistani ka luajtur një rol të madh, sidomos ministri jashtëm i Shakdar, njëri kryeministri i cili mund të them dikon 10 ditë ka që ka një aktivitet jashtëzakonisht të madh, sidomos në raportet me J.D. Vance, zamës presidentin, dhe më duket që nuk ka qenë aktiv J.D. Vance shumë në konferencat e tij për shtyp nga s'është ruajtur për këto ditë. Dhe mendoj që Trumpi ka bërë një falënderim për Asimonirin, admiralin e forcave të shtatmadhërisë armatës pakistaneze. Këtë figurë përmend, kjo figurë luan rol të madh në ngritjen dhe ramin e qeverive në Pakistan në decenien e fundit. Dhe është një general shumë i fuqishëm. Kjo sharës pari që Pakistani ka një korrespondencë jashtëzakonisht të madhe të mirë me Amerikën, por është armik i Izraelit, kuptohet.
Këto duhet të kuptojmë. Ndërkohë, kemi një lajm të fundit, zoti Bilali, ku Trump thot që kjo ishte, le të themi, një fitore e madhe, më pas direkt thot nëse marrëveshja nuk është e mirë, do rikthehemi luftës. Tani është fitore apo sepse kur thuhet fitore e madhe? Fitore e madhe është për paqen. Kjo është fitore e plot në çdo perspektivë. Po, mund të them edhe për sigurinë e përgjithshme botërore është sepse të gjithë njerëzimi më duket që mbrëmën kanë pritë 0-2. Deri në orën 0-2 që do të ketë goditje, sidomos ajo me armë taktike strategjike ose atomare. Por mendoj kush ai sebepi tërë kësaj më duket tham që është Pakistani, por në hijet saj kanë mund të qenë edhe forca tjera, të cilat besoj që rivaliteti mes në kem të bëjmë edhe kinezët edhe rusët kanë një rivalitet të madh me SBA-n dhe shifni, të tham drejten, auto i kanë do i kanë 5 shpejtësi, do i kanë 6, po e kanë edhe një prapa. Dhe mendoj që mirë është që edhe Trumpi ka pas një mund të tham, dinamik të tillë që tërhiqet edhe prapa. Mendoj që Amerikanët në lindjet e mesme do ta rishqyrtojnë pozicionin e tyre. Lindja e mesme nuk do të jetë paqë, përderisa ideja sionizmit është gjallë. Zoti Ndoj, ndërkohë që nuk duhet harrojmë se politika amerikane zjen nga ana tjetër. Demokratët kanë bërë thirrje në dhomën e përfaqësuesve duke thënë që ndalni çmendurin Trump. Pra, mos harrojmë që ka edhe një sfidë përpara në nëntor zoti Trump. Mos ndoshta është edhe kjo që e ka bërë të tërhiqet. Pra pozita e tij delikate, politike. Është një tërheqje taktike, mendoj unë, por nxitimi i Trumpit për ta zgjidhur problemin e konfliktit me Iranin, është natyrisht shkak kryesor janë zgjedhjet e nëntorit, ku mund të jepte një ndikim shumë negativ në garën që Partia Republikane ka me demokratët atje për një tretat e Kongresit, e delegatëve të Kongresit, kështu që nxitimi i tij pikërisht këtu konsiston. Po unë them që do të edhe demokratët dhe gjithë shoqëria amerikane deri për 2-3 muaj do të shikojnë benefitet, sepse kjo në fakt, pavarësisht nga ashpërsia e treguar nga Trump dhe agresiviteti me format më ekstreme të luftës për ta zgjidhur problemin, është domosdoshmëri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse pushtimi i butë ka ndodhur. Duhet jemi qartë se Trumpi e filloi nga afër shtëpisë tij, do të thënë figurativisht po themi, me Venezuelën, me Panaman, me Kubën, është në negociata pothuajse është nështruar dhe Kuba, që në gjitha influencat të Kinës dhe të Rusisë mund nën hundën e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Atje pak a shumë mund të jetë e besur, dhe është e besueshme që është larguar influenca drejt për drejt kineze dhe amerikane, ruse atje, por lindja mesme është një nga pikat nevralgjike ku është përplasja më e madhe globale e fuqive të botës, e Kinës, e Rusisë nga një anë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në anën tjetër. Ka nisur procesi i çlirimit nga influencat ruse dhe kineze atje, vetë arratisja Asadit dhe vendosja i qeverie, jo më e mira mundshme në Siri, por një qeverie që nuk mbron, si që mbron të Asadi, interesat ruse dhe tregon për një farë dobësimi të influencës ruse në lindjen e mesme, ashtu ndërsa Irani do të definonte vendosjen e influencës amerikane atje, dominimin e influencës amerikane, ndërkohë që Irani ishte bërë një kështjellë e interesave kineze, ku mbroshin interesat kineze dhe ruse në rajonin e lindjes mesme. Kështu që edhe goditja e këtyre organizatave terroriste që i ushqente, i kishte krijuar dhe i ushqente me armatim dhe gjithçka Irani, siç janë Hezbollah, siç ishte Hamasi, siç
janë Houthi në Jemen. Hezbollah vion të rezistojnë. Hezbollah vazhdojnë të rezistojnë. Natyrisht është dobësuar dhe pothuajse ka shkuar drejt zhdukjes Hamasi, por edhe Houthi janë, sapo kanë nisur një farë mënyre, kanë nisur në mënyrë aktivit godasin dhe ata objektivat izraelite, milicit shite të Irakut, prap, do të thënë Irani pas qenë kthyer një fuqi e frikshme në gjithë rajonin. Tek zoti Bilalis, por që tani kemi një situatë tjetër. Amerika përpara se të sulmonte Iranin? Amerika, Mossad, që thuhet se është një nga shërbimet inteligjente më të sofistikuara në botë, nuk ishin në dijeni të kapacitetit të Iranit? Ishin në dijeni, po nëse do të kujtojmë shumë para pak kosh, pak më shumë se një viti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kabinetin e presidentit më parshëm Biden kishin iluzionin se me bisedime mund të kaloshin shumë gjëra. Por kishte ardhur momenti, me sa duket, se edhe vetë Trump është produkt i reagimit popullit amerikan, i vetë zgjedhësve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të gjetur njeriun e dur dhe për të ngritur kokën Amerika pasi gjithmonë duke u tërhequr dhe duke qenë paqësore me armiqtë e saj, kur ata nuk hishin dorë dhe marshonin drejt pushtimit të butë, si me thënë, drejt ndërhyrjes në Amerikë Latine, pasi lindjen e mesme pothuajse e kishin, dhe madje edhe në Europë ekonomikisht. Influencat janë të mëdhaja të Kinës, ndërkohë që Trump bëri zgjidhjen dhe është në një farë mënyre është vullneti i popullit vetë Trump, që erdhi me pretendimet dhe me premtimet për të goditur armiqtë e Amerikës, ishte pik për pik Trump po zbaton atë pritshmëri amerikane, po zbaton atë besim, ose është vënë funksion të një besimit shtetit për të rimarrë veten dhe për të rivendosur autoritetin e dëmtuar gradualisht nga fuqit, nga ekspansioni ekonomik dhe politik. Edhe zotin Bilali, duke qenë se ju përmendët rolin e Rusisë dhe lajmet thonë se Rusia dhe Irani kanë patur një bashkëpunim të ngushtë gjatë këtij konflikti, ka vepruar pa diskutim spionazhi, janë koordinuar. Pra ka patur, nuk ka qenë i vetëm Irani, të paktën në përditësimet që bëhen tek agjensitë më të mëdha të lajmeve. Po, ki drejt. Duket që ja ka thënë derën Amerikës për Ukrainën, për rastin e Ukrainës. Në këtë mendim, po them kështu me metaforë. Dhe me Iranin kuptohet që ka një bashkëpunim dhe strategjik, por rusët çdo herë ka një bashkëpunim dhe jenë në kontinuitet, kanë kontakte të mira edhe me Izraelin. Pse jo edhe me Trumpin, sepse me duket që marrëveshja e Alaskës do vazhdoj në muajt në vijim, besoj. Do kemi prap një ngritje të bisedimeve të tilla në nivel Putin-Trump. Dhe mendoj që pasojat do shihen për efektin e ndikimit rus në Iran, sidomos në informacionet e shërbimeve inteligjente dhe në elektronik, nuk jetin brapa as kinezët. Ne kemi thënë shpesh edhe në emisionet e juaja që as Rusia dhe as Kina nuk hynë në luftë për Iranin. Por çuditërisht, Irani ka zhvilluar kapacitete të cilat besoj që jo për të hedhur kapacitetet e Mossadit si informacion, me qenë që nuk ka asgjë perfekte në këtë botë. Me duket që ka qenë një lajthitje dhe një mashtrim në informacion, që pastaj u bartur nga Netanyahu tek Trump. Mendoj që është për botën më rëndësi, për ekonominë e botës në përgjithësi, ajo që është arritur për ngushticën e Hormuzit, me qenë se lufta nuk u nis për ngushticën e Hormuzit, o ndisur me dinamikën për të arzuar me demonstrime pushtetin në Iran, regjimin, pastaj ka ardhur deri te bisedimet për programin bërthamor, dhe sot jemi ku Donald Trump përmend decisivisht 10 pikat e Iranit. Dhe kjo mendoj
Dhe kjo mendoj që të jam i shkurtër dhe shumë preciz rreth asaj, ndikimi rus në lindjet e mesme është i dobësuar me ramin e regjimit të Siri dhe konkretisht gjithë aktiviteti rus edhe në këtë luftë, sidomos me dhënien e informacioneve, ka qenë i rëndësishëm për Iranin, për forcat e Iranit. Por mendoj që është një pyetje shumë delikate, kush është fituesi, nëse mund të them deri më tashti. Konkretisht me armë konvencionale amerikanët janë fitues, por fitues strategjik më duket që kësaj radhe ka dalë që nga pak kush ka mujtë të pritë që ka dalë iranianët. Nuk mund të themi, mendoj që Izraeli i bëri atë marifetin dhe gënjeu Trumpin duke tërhequr në luftë, por unë shikoj luftën ndaj Iranit si një proces që ka nisur që në Amerikë Latine dhe kjo është një proces i pashmangshëm i përplasjes Shtetet Bashkuara të Amerikës me Iranin, jo thjesht me shtetin e Iranit, po me interesat kineze, jo, ka nisur dhe kjo luftë indirekt, ose influencon në mënyrë direkte interesat kineze, atakon interesat kineze. Goditja e Iranit është goditje e interesave kineze, më pak dhe ato ruse, po ndoshta pas interesave ruse ose me Rusin, marrëdhëniet e Trump në Alaskë, cilin ne nuk e dim bisedimet, çfarë është biseduar, jo ato që janë dhënë publikisht, po bisedat që mund të jenë bërë konfidenciale atje, mund të ketë diçka që e favorizon Rusin në një rajon tjetër, po Rusia me sa duket ka rënë dakord për të tërhequr dhe për të marrë dhe për të ushqyer me interesat tjera nga dakordësia që mund të ketë bërë Trumpi. Po unë them që shumë shpejt me marrjen e ngushticës, me vendosjen e ushtrisë amerikane në ngushticën e Hormuzit, nëse do ndodhe, kjo është afër asaj që mund të ndodhë, shkelen drejt për drejt interesat kineze atje dhe në fakt Kina ballafaqohet me një të keqe. Sulmi amerikan ndaj Iranit është mbas Iranit, pra disfatën më të mëdha e pëson Kina, po pëson Kina ekonomikisht, sepse siç është thënë, 90% e naftës së Iranit eksportohet me destinacion Kinën dhe Indin, ndërkohë që Hormuzi është i vetmi korridor sot që kalon dhe shkon për në Kinë. Marrja Hormuzit është futje në kontroll në një farë mënyre e kësaj pasurie, pa të cilën Kina do kishte një impakt shumë të rëndë ekonomik. Gjiganti botëror, tashmë është gjigant botëror i ekonomisë, por mungesa e naftës do ta lodhte dhe do sillte pasojë shumë të rënda ekonomike. Kjo është indirekt një përplasje e interesave kineze. Për ato ruse në dukje dhe me atë çfarë kishte në procesin e komunikimit dhe të marrëdhënieve me Iranin, në dukje janë të cënuar dhe interesat ruse, por me sa duket mund edhe ta ketë pranuar, mendoj unë, në marrëveshjen e Alaskës, mund të ketë pranuar një tërheqje nga lindja mesme të pjesshme, apo nuk e di se sa, në këmbim të territorëve të Ukrainës, ku mund të ishte në një farë mënyre, po përdor një shprehje që është përdorur mbas luftës së dytë botërore, mund të ishte një plaçk e kësaj tregtie në thojza, e them figurativisht, të interesave të dy fuqive më të mëdha ushtarake të botës, por Kina, unë kam mendimin që Kina do të jetë më pak kënaqura, sepse ekonomikisht Kina dëmtohet më shumë. Rusia, paradoksalisht, duke qenë një vend me rezervat të mëdha energjie, gazi dhe nafte, Rusia ka interesa. Është në interes saj, paradoksalisht, goditja e Iranit, sepse mungesa e naftës iraniane në tregjet botërore, ose fillimi i mungesës së kësaj nafte, atje lodh jo vetëm Iranin, por nga ana tjetër edhe Kinën, dhe Kina përfiton ose ka vetëm rrugë furnizimit do të ketë Rusinë, dhe Rusia
është e interesuar për atë që ndodhë. Ndorse nuk e ka bërë punën ajo që të ndodhi kjo, por indirekt përfiton. Tashi se sa do të shkojë, këtë nuk e dim, ndoshta në marrëveshjet e ardhshme, në takimet e ardhshme me Xi Jinpingun Trumpi, nga muaj maj, mos gabojmë, është planifikuar, do të diskutohen këto agenda dhe do të testohen fuqit deri ku do rrinë. Ne në fakt jemi në pragun ose të një paqje, në qoftë se do bindet Kina dhe Rusia me iniciativat amerikane të rivendosis autoritetit saj në botë, ose do kemi, në mënyrë të pashmangshme, do kemi përhapjen e kësaj lufte dhe rreziku më i madh nuk ka ardhur akoma. Do të kalojmë një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe i rikthehemi bisedës vetëm pas pak. Jemi sërish bashkë në Breaking, do të vijojmë diskutimin që nisëm në fillim të emisionit për sa i përket konfliktit në lindjen e mesme. Ka një pezullim, armëpushim 2 javor që me sa duket është pranuar nga të dyja palët që janë në konflikt. Zoti Gjet Ndoj, historian, është me mua në studio. Në lidhje direkte kam diplomatin zotin Lutfi Bilali, bashkë me ne në bised, sa po është bashkuar edhe eksperti i njohur i sigurisë, zoti Avenir Peka. Zoti Peka, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të doja ta nisnim bashkë. Mediat botërore vetëm pak orë përpara se të përfundonte ultimatumi i vendosur nga Donald Trump, hodhën disa skenarë. Skenari i parë ishte që s'do të ndodhte asgjë, pra e gjitha kjo ishte një flusk sapuni. Skenari i dytë ishte që mund të hynin forca toksore dhe mund të bëj batërdi në Iran, por edhe kjo duke gati e pamundur. Dhe versioni i tretë, që ishte edhe ai më fatali, përdorimi i armëve bërthamore. Nuk ndodhi asnjë. Nuk mund të ndodhin këto. Po? Nuk mund të ndodhin se kriza arriti ku të hapi potential fatale të gjitha palët e përfshira. Shtetet Bashkuara të Amerikës, për Iranin, por edhe për vendet e tjera. Dhe ajo që ne kemi parë është pjesa publike, por pjesa e komunikimit diplomatike ka qenë jashtëzakonshme. Kanë qenë përfshira aktorë që nuk kemë përmend asnjëherë, është tani filluar të përmenden. Dhe është një diçka që është arritur vetëm palë ndërhyrjes së Kinës në fund. Ishte ajo telefonatë mbrëmshme të disë drejtuesve të Kinës që e shpriu situatë. Dhe ishte e natyrshme sepse Irani vetëm Kinën kishte si garanci për një veshje. Vetëm 2 ditë më përpara, ministri i jashtëm i Pakistanit udhtoi për në Kinë. Po. Dhe dihej, domethënë, kishte një dieni që po përgatitej një plan. Që po përgatitej një plan, por që të dy palët të mbanin stekën lart dhe mbanin presionin në maksimum, që ishte presion negocimi. Ishte edhe për konsum, se ne pam që Irani nxori civilët në pikat kryesore të tij. Pra nëse do të qelloj, nëse do të godas Amerika, do të godas mbi civilët. Kishte një teori tjetër që Irani, kur ka marrë përsipër të bëjë gjithë këtë luftë, nuk e ka fare problem që mund të humbë qindra, dhjetra mijëra civil. Të gjitha skenarët ishin të mundshëm. Ishin në një situatë kur palët kishin shkuar aq larg dhe situata po agravonte aq shumë, saqë një veprim i pamatur, le themi, ose i nxituar nga secila palë, do qëndë pasojë pastaj që do ishin katastrofike. Aty më problematike ka qenë reagimi iranian, duke ditë që në mungesën e një leadershipi politike dhe ushtarak, shkak se ata janë vrarë, ndoshta fraksionet të ndryshme brenda gardës revolucionare nuk do e pranonin dhe do vazhdonin të godisnin. Por
gjithë skenaret kanë që deri në momentin kur është dhënë si do të thosh rënd dakord, gjithë skenaret kanë që në tavolinë. Kështu që edhe nxjerrja e qytetarëve si mbrojtje njerëzore në fabrika, në uzina, në ura, në infrastrukturën civile, ka qenë e vërtet, nuk ka qenë vetëm për presion, po. Por, ndërkohë që të dyja palët shpallin fitoren, Trump e konsideron si një fitore të plot vendosjen e këtij armëpushimi, nga ana tjetër, edhe Irani thotë që Këshilli Kombëtar i Sigurisë tek ne mendon që janë arritur të gjitha objektivat. Kush ka humbur dhe kush ka fituar? Kur ka marrëveshje, Katari shprehet që ne ende nuk është ndezur fitili. Na pret diçka edhe më e rëndë. Shiko, në të premten është takimi i parë kokë midis Iranit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Islamabad në Pakistan. Të fillojnë negociatat. Ky është një pushim cili u dakorduar duke pas parasysh disa pika kryesore, sa parime bazë. Dhe ajo çfarë ishte më rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe faktorët ndërkombëtar, parimi i bazë ishte hapja e ngushtisës së Hormuzit dhe kalimit anijeve. Tani, gjithmonë në situata të tilla çdo palë e ka të drejtën të shpallë fitoren, po. Suksesin edhe fitoren. Është e natyrshme. Do duhet shumë kohë për të përcaktuar se kush ka fituar dhe kush ka humbur. Sepse duhet parë pasojat e gjithçkaje që ka ndodhur deri tani, por në esencë unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht përshtypjeve, janë në një pozitë solide, sepse pikë së pari nuk është se kanë patur një objektiv të përcaktuar qartë. Objektivi tyre ka lëvizur në ditë të ndryshme. Kanë qenë fleksibël në fillim e thoshin me ndryshimin e regjimit, e pastaj duke ndryshuar, por elementet bazë nga aspekti ushtarak që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë arritur. Ushtarak e kanë arritur. Tani të presim dhe shikojmë fitoren politike në kuptimin e kushteve të marrëveshjes. Unë pash një element shumë të rëndësishëm që nga gjitha ato që ka bërë përshtypje më shumë të vetëm një fjalë në atë tekstin e presidentit. Thashtë ndihma në rindërtimin e Iranit. Në tekstin e saj thoshte ndihma në rindërtimin e Iranit. Në qoftë se për mua kjo është e gjithë fjala kyç të ta. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshin në rindërtimin e Iranit, do të thotë që marrëdhëniet e tyre do jenë 180 gradë ndrysh e kundërt aty me këtë regjim që është sot? Përkthehet që në synim për të rrëzuar regjimin? Pra mund të bashkohemi Amerika me këtë regjim? Raporti me regjimin është pak a shumë qasja që ka mbajtur me Venezuelën. E kuptoj. Dëshira është që të jetë një regjim tjetër, ndoshta për mua gjasat janë shumë gjasat janë jashtëzakonisht të mëdha që në mua i takon në pak vitet që në lijim regjimit të përmbysur nga brenda. Se gja është i shkërboshur, ajo që ka ngel nga regjimi, dhe ju e dini që regjimi don dekada që të rigjenerohet, dhe kur merr dhe pret kokën e saj, edhe kokën politike dhe kokën ushtarake, jo vetëm raport me Ayatollahun, por edhe leadershipin tjetër politik. Ndërkohë, dua të kaloj pak tek zoti Bilali, sepse ne kemi diskutuar deri në këto momente për vendet e gjirit, ndërkohë që është përfshirë e gjithë bota në këto konflikt. Dje është shënuar një incident në Stamboll, në ambasadën e Izraelit, ndërkohë që nuk është ndalur Iranin gjatë kësaj periudhe me provokimet ndaj Turqisë. Pse e bën këtë? Thom drejtën, Turqia gjendet në pozicion
jashtëzakonisht gjatë këtyre luftime deri më tani, se ende nuk kemi përfundim të luftës, kemi një pauzë, e cila besojmë që do arrihet me një marrëveshje përfundimtare paqësore. Për rëndësishme që Turqia ka shqyquar pozicionin e saj dhe interesat e saj dhe ka dashur të jetë larg konfliktit, edhe pse tentativat diplomatike se nuk dihet këtu kush ka qenë akteri kryesor të rritja e kësaj marrëveshje për të imponuar Iranin. Me siguri shqetësimet shkojnë tek Kina, Rusia dhe por sidoqoftë mirë është të arrihet një marrëveshje e tillë që të dalet lufta. Por ajo që ka ndodhur dje në Turqi nuk dihet adresa nga ka ardhur. Nuk dihet, është ndoshta këmbgulësia më e madhe ka qenë që Turqia të futet të luftë dhe Arabia Saudite me Iranin. Kjo është koncepti sidomos i Izraelit, i cili ka pritur, pastaj forcat kurde kuptohet në veritë e Irakut, dhe një politike mençur turke, sidomos se ministri i jashtëm Fidan ka qenë që të jetë neutrale në raport me atë çka ndodhte në brenda kësaj kohe në luftimet të Izraelit dhe Amerikanëve ndaj Iranit, por mendoj që Turqia do jetë fitues i tërë kësaj. Kemi dobësimin e dy rivalëve të saj në region, edhe të Iranit edhe të Izraelit. Ne harrojmë që Izraeli nuk met i paprekur dhe pa dëme në raport me Iranin. Ndonjëherë ne kemi dëshirë të flasim për qejfet e të fortit, por më duket që realiteti është pak më ndryshe. Ndërkohë, mund të kthehet Turqia në lider të rajonit të lindjes së mesme, duke qenë se nuk ka rënë prej provokimeve, edhe pse është vendi antar i NATO-s, por gjithsesi ka zgjedhur vetëm retorikën dhe jo sulmet konkrete. Durimi i Turqisë për të mos u përfshirë, por për të luajtur rolin e negociatorit të paqebërësit atje, në fakt është inteligjente nga ana mendimim, nga ana e diplomacisë dhe qëndrimit shtetit turk, pasi përfshirja e Turqisë do të ngacmonte shumë dhe do të ballafaqonte përballë Turqisë shumë problematika që zor se do i menaxhonte më, siç është çështja kurde. Çështja kurde është një çështje që është e fjetur dhe Turqia e trem se e destabilizon rajonin. Kurdit janë mbi 50 milion në trojet e tyre etnike që jetojnë pjesë në Iran, në Turqi, në Azerbajxhan pak, Siria ka më shumë, Iraku ka, dhe destabilizimi, ngacmimi i kësaj. Ndërsa për sa i përket goditjes, nuk është se Irani ka beson në prioritetin e saj. Unë them është një goditje rutinë, sepse ajo ka goditur gjithë vendet e rajonit objektivat tillë si që janë ambasada e Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka goditur gjithë bazat, është përpjekur të godas baza ushtarake amerikane, këtë ka bërë dhe në Turqi, nuk ka bërë asgjë më shumë, po ne na bën sy kjo për shkak edhe se është antar i NATO-s Turqia, por dhe për shkak se është disi ndryshe dhe kandidate për të pas një rol më të madh. Turqia pretendon të ketë një rol më të madh në lindjen e mesme. Po lideri i rajonit sa kohë që ekziston Izraeli, ajo nuk mund të jetë, dhe sa kohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës partner strategjik kanë Izraelin, jo Turqinë, sa do të jenë në një organizatë mbrojtje siç është NATO-ja. Kështu që unë them kjo qëndrimi i Turqisë është një qëndrim i cili deri tani mendoj që ka qenë qëndrimi i duhur dhe ka kontribuar pozitivisht në mospërhapjen e konfliktit në rajon. Domethënë, ka ndihmuar, është munduar të dekurajojë me qëndrimin e saj një përhapje aktive të konfliktit atje që zor se do të bënte ballë dhe ndoshta Turqisë do kthehej në bumerang. Pra, edhe interesi i saj që mos fus hundët, mos jetë pjesë aktive e konfliktit, por të mundohet të luajë një rol
Ndërkohë që ne diskutojmë, unë lexoj edhe artikujt që botojnë mediat ndërkombëtare pas vendosjes së këtij armëpushimi 2 javor, ngrihet gjithmonë pyetja se kush fitoi, Shtetet e Bashkuara apo Ajatollaut, dhe ndërkohë që deri më tani thuhet, paktën nga opinioni, që Teherani është zoti i Hormuzit dhe argumentohet sepse Trump e ka humbur, le të themi, këtë sfidë ndaj Iranit. Ndërkohë, unë doja të kalonim pak tek Evropa. Unë të thonë në që se ka mundësi, përsa i përket kush është fitusi dhe kush është humbësi, ne duhet të nisim nga starti i kësaj lufte. Në startimin e kësaj lufte, mos harroni, Irani ishte gati të bënte bombën bërthamore. Ku jemi sot? Në fillimin e këtij starti lufte, Irani ishte i fortë bashkë me proxyt, që janë të goditura rënd. Irani në fillimin e këtij starti lufte, Irani ishte një nga fuqit më të mëdha me raketa balistike që i merr dhe nga tjerë, po i prodhonte dhe vetë, dhe kishte më shumë baza të lëshimit tyre. Sot i ketë goditura. Irani sot e ke pa flot detare, Irani e ke pa flot ajrore. Nuk e di për çfarë fitore e bëhet fjalë. Nëse do nisemi nga fillimi, pra nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë goditur rënd dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk lëshojnë që ose është bërë një marrëveshje armëpushimi. Kjo marrëveshje armëpushimi presupozon kontroll të rreptë të arsenalit të këtyre të reaktorëve edhe të bazave ku po përgatitesh, të laboratorëve ku po përgatiti bomba bërthamore, do t'jenë në kontroll. Cili është, pra, kjo është fitore e Amerikës, se Amerika në fund të fundit motivin kryesor këtë kishte, që Irani mos kishte bombën bërthamore, sepse pastaj ishte shumë më vështirë të ndërhyrë. Ajo ka parandaluar atë. Po, sepse duhet kaloj te zoti Peka. Ka diçka zoti Bilali? Pas paku në 5 vitet e fundit, kemi dëgjuar historina të ndryshme që brenda 2 muaj, brenda 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, Irani posedon do arrit. Është një manipulim i llojit vet. Që duket edhe tash kem pas informacione që mund brenda 2 javë ta posedoj dhe ta prodhoj disa koka bërthamore. Nuk ka pas vërtet nga kjo them drejtën. Por kanë shkuar gjëra si kanë shkuar dhe nuk dua të hi në detajet e asaj se ne kemi prak problem të im kush e ka drejt dhe kush e ka drejt. Nuk jem që ata që përcaktojmë. Bile, sidomos dhe respektohet kush ka forcë, jo kush ka drejtësi sot botë. Dhe këtu do të shmatë edhe fuqia amerikane. Atëherë, zoti Peka, nisur edhe nga deklarata e fundit e Donald Trump, i cili ka bërë me dije se Kina ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë në negociatat për armëpushim në Iran. Nisur nga përpjekjet e Pakistanit, madje disa media edhe ndërkombëtare ironizojnë duke thënë që kryeministri i Pakistanit ja mori Nobelin e Paqes nga duart zotit Donald Trump. Nisur nga reagimet e demokratëve të cilët thonë se duhet ta ndalim çmendurin Trump, madje dhe ish antarët e Magas thonë që Trump nuk është mirë mendërisht. Nisur edhe nga reagimi i Evropës, madje Starmer ka thënë pas Melonit që do të bëjë një vizitë në vendet e Gjirit. Ku ka gabuar Trump? Trump për mos ka gabuar skund. Në objektivet e vetë të statë të burë është çështja se nga cili këndë është klasë për retorika e ti është retorika e ti është Trump, me gjithë ka kaluar për të shudërave. Fyrja e vërtet me gjithë Trump edhe Evropës, që ka quar edhe në të Shtetet Bashkuara të Afrikës. Nuk është Iran, është Grenlanda. Dhe këtyre ka ndodhur për disa muaj. Nuk kam më përshkëri, se një nga e vendeve antare të tjera të NATO, që janë atë Shtetet të Amerikës. Disa cili do të bëjë planin vetë. Jo vetëm për shkak të retorikës, por ata që është për shkak të Grenlandës. Ka një problem me audion, ju dëgjojmë shkëputje, zoti Peka. Nëse mundet. Po.
tani? Besoj tani më mirë. Për sa i përket luftës në Iran, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë 45 vjet që përgatiten këtë ditë. Kanë pritur as natë, Bashkimin Evropian dhe as vende të tjera. Retorika e presidentit, retorika e tjera, sigurisht që ka një rol të vetë. Ajo që ishte e habitshme ishte ndalimi i përdorimit të hapësirës ajrore, pra jo askush nuk kërkonte ndikimin e vendeve të tjera. Por ndalimi i përdorimit të hapësirës ajrore, ndalimi i përdorimit bazave ushtarake amerikane në Europë. Në këtë këndvështrim, Shtetet Bashkuara të Amerikës do rishikojnë qëndrimin ndaj Evropës, sepse nuk mundet që të kemë bazat e mia ushtarake dhe të mos mund të përdorë. Por në fundit, interesi ekonomik ishte interesi i Europës, ishte interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë interes dhe asnjë sensitivitet personal në lidhje me tregtinë e kanalit në Hormuzit, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk preken fare nga kjo. Preken aleatët europianët. Po, patjetër. Si keni parë ju qëndrimin e europianëve? Starmer po u thon drejt vendeve të gjirit. Një vizitë të tillë e ka bërë dhe Giorgia Meloni, madje disa tabloide, është një lajm i pa konfirmuar, thonë që Giorgia Meloni ka hedhur idenë edhe të një vizite në Iran, por është një lajm spekulativ, mendoj unë, se nuk do kishte shumë kuptim. Tani nuk shkon dot askush në Prandaj them, është një lajm spekulativ, kështu që tani vendet europiane do mundohen të futen, kanë qenë irrelevante deri tani, kanë qenë irrelevante edhe në luftën e korrikut vitit që shkoi. Kanë qenë irrelevante edhe në këtë luftë, kanë qenë irrelevante edhe në arritjen e pak volum në studio, ju lutem. Edhe në marrëveshjen e paqes që do negociohet ka qenë irrelevant, do mundohen të bëhen irrelevant. Kryesisht është faji i tyre sepse nuk kanë arritur të kenë faktor geopolitik dhe ekonomik, pavarësisht se Bashkimi Evropian është i madh, kurse për sa i përket vendet të tjera, Pakistani, Pakistani është përzgjedhur nga palët që të bëjë negociat. Nuk është se Pakistani uli palët, Pakistani është përzgjedhur për shkak të historisë së saj. Po. Pakistani është një vend që ka marrëdhënie të shkëlqyer të barazdërguara me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinën. Ndoshta edhe për shkak të forcës që zotron, ëh? Jo, nuk është forca. Është në vitet 70 kur Henry Kissinger ka bërë vendosjen e marrëdhënieve midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës, në vizitën e presidentit që në Islamabadi është përdorur si kanal. Nuk është hera e parë. Sa po të sistemohet audio, të lutem, sa po të sistemohet audio, do të avijoj bisedën me zotin Bilali, pastaj do shkojë te zoti Ndoj, sepse është e pamundur t'ju dëgjojmë saktë zoti Peka. Atëherë, mbetemi te Pakistani e më pas tek vendet e Evropës. Ja, nuk është rastësisht me Pakistanin. Nuk them që ka fuqinë e Kinës apo të Rusisë në këtë rast apo Unionit Evropian. Por Pakistani është forcë vend ato marrë. Ka një histori interesante sepse mirë, kjo është një proces i gjatë se për të emisionit të mundim detajet tash të kemi folur për tema të ndikimin evropian apo të vendeve të ndryshme. Por interesante të lidhme te tema evropianët mund të jenë përfitues në këtë rast, mendoj që nga vendet e gjirit marrin të gjithat energjinë që është e nevojshme për burimet. Pra më në fund merr frymërisht edhe Evropa, duke qenë se ka pasur një reflektim të rënies së çmimit të naftës. Menjëherë pas vendosjes së pushimit. Po, evropianët rastësisht nuk kanë zhvilluar bisedime, vizita në Indi dhe Kinë, tregu i tyre dëshiron të rritet në këtë drejtim. Ka mosmarrëveshje, mund të them, në aleancën euro-amerikane, mund të kemi dy koncepte të arshme, një lloj, mund të them, çuditëra të aleancave të ndryshme, të cilat mund të rezultojnë në
me dy sferat e interesit që ta dominojnë botën. Por, për momentin, ajo që është më interesante, mendoj që Trumpi thojza nuk ka gabuar askund, dhe ka gabuar gjithkund, dhe kjo është situatë me të cilën opinioni do merret edhe në të ardhmen. Por, mendoj që e rëndësishme është që 10 pikat e Iranit janë imponuar në tavolinë dhe tash kemi një situatë të cilat taktikisht gjatë bisedimeve, shifni, lufta ndonjëherë humbet edhe në tavolinë. Këtë bini ne shqiptarët e kem një traditë fatkeqe në këtë drejtim, por mendoj që do jetë një situatë kur do kemi një ndryshim të gjeopolitikës në gjendje të mesme me pasoja të cilat do dihen besoj për decenit të ardhshme. Si e shihni përpara se t'ja jap fjalën e fundit zotit? Europa, unë them që Europa ka ngelur pak mbasdore dhe për shkak të marshimit shpejt të Trump, kur ajo nuk mund të ishte gati për të përgjigjur nevojave amerikane në këtë luftë kundër Iranit dhe në fakt edhe më tepër se sa Iranit. Ndërkohë që bëshin, nëse do kujtojmë, ndërkohë që bëshin bisedimin në Gjenevë të negociatorëve amerikan dhe iranian e ndërmjetësues në Gjenevë të Zvicrës, Trump kishte lënë një afat të zhvillimit të këtyre bisedimeve dhe pikërisht nga këto bisedime po mundonin të përfitonin dy palp, edhe Irani vetë dhe goditja e Iranit duke shkelur armëpushimin Trump u bë pikërisht në moment kur gjithë udhëheqja e Iranit ishte ngrumbulluar duke biseduar se si do të bëjnë ato hilet e tyre dhe se si ato po kërkonin të fitonin kohë. Dhe kjo ishte arsye që 49 liderit e Iranit, përfshi dhe liderin suprem, ndodhi në pak minuta dhe ushuan. Tash për sa i përket a mund të ishte regjimi aktual, vazhdimi i atij regjimi, pra këta që janë pasuesit e Khameneit, i biri me të tjerë atje, për Trumpin edhe për Shtetet e Bashkuara edhe mund të funksionojnë nëse ata ndryshojnë qëndrim. Se në fund qëllimi i Amerikës nuk është për të vendosur demokracinë apo për të vendosur një sistem që imponohet popullit iranian. Ata duan një politikë ndryshe. Dhe politikën ndryshe me sa duket Trumpi nëpërmjet negociatorëve, se ai protestave tashmë është konfirmuar që ka qenë Amerika që e ka ndihmuar opozitën iraniane. Po patjetër, po mund të jetë një nga objektivat që nuk e arrin dot. Okej. Edhe në mungesë kësaj ai do kërkonte siç vuri zëvendës presidenten e Venezuelës, e vuri në krye të shtetit dhe ajo sot është presidente dhe mbron interesat amerikane. Një regjim i tillë, pavarësisht se në frym është i njëjtë, por me një politikë të jashtme të ndryshuar, të diktuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ishte e pranueshme, mund të ishte një fitore edhe më e madhe se përmbyllja e një regjimi tjetër, sepse janë vetë ata që kanë firmosur kontratat atje dhe nëse këta do jenë pro-Trump, Trumpi e ka thënë se sado që të përcjell konfuzion për të mos u kuptuar nga tjerët në ato konferencat e shtypit që duken kontradiktore, po ai qëllimisht i bën, i ka shpëtuar një pjesë që tha, këta janë të mirë, nuk janë si ata. Janë shumë më të mirë. Ta nuk janë ata që duam ne, po janë shumë më të mirë se ata që ishin. Po ata nuk janë më dhe ne do bëjmë marrëveshje. Ne pse jo mund të bëjmë marrëveshje me këto. Pra, kjo mund të ishte objektivi maksimal i momentit. Çfarë do të ndodh pas 2 javësh? Si e shihni ju në bazë të gjitha lëvizjeve që janë bërë gjatë këtyre ditëve, duke marrë parasysh që 90 ditë mund zgjasë edhe lufta, më pas do duhet të ndërmerren të tjera veprime? Linja e mesme sipas këndvështrimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës do të ndërtohet mbi 3 kolona kryesore. Kolona e parë është zgjerimi i marrëveshjeve. Kolona e dytë është Ansilika, që është marrëveshja e sapo nënshkruar pak muaj më parë e të një koalicioni në fushën e teknologjisë. Dhe shtypja e tretë është korridori indian. Që to të bëhen të mundura, duhet që lidhja mesme të jetë në një gjendje stabiliteti dhe paqeje. Marrëveshja e ardhshme me Iranin
do të synoj që në mos ta ngranoj Iran në këtë skemë që sa po përmenda, të paktën të jetë neutral dhe të vazhdoj jetën, aktivitetin e vetë në mënyrë normale, po të mos prit tek të tjerë. Qartë. Ajo çfarë është më e rëndësishme për të përcaktuar është raporti i Iranit me vendet e Qirit, to që ka cituar, dhe frika e hegemonizmit ose izraelit ose turk që u kanë më parë si përfitues të post-luftës. Është e vështirë të përcaktosh tani si çfarë do të thotë, sepse është akoma herët. Por unë besoj që do gjendet një formulë që do ketë një balans forcash në rajon, që do i krijojë mundësi Shtetit Bashkuar të Amerikës për të arritur ato 3 objektiva që përmenda edhe më. Unë ju falenderoj shumë për prezencën, faleminderit shumë zoti Ndoj, për të gjitha opinionet që ndatë me ne, faleminderit shumë zoti Bilalli, zoti Peka, jeni gjithmonë i mirëpritur në Breaking. Ju falenderoj. Faleminderit. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.